Historia frymëzuese e Sylvester Stallone, nga fëmijëria e dhimbshme tek triumfi në Hollywood. Kur dëgjon emrin Sylvester Stallone, mendja të shkon menjëherë te heronjtë e kinemas, Rocky, Rambo, dhe figura të pathyeshme që kanë lënë gjurmë në çdo brez. Por pak e din se njeriu pas këtyre legjendave është vetë një histori më madhështore se çdo skenar filmi. Një histori vuajtjeje, refuzimi, force dhe besimi të palëkundur që nisi shumë larg dritave të Hollywoodit. Një fillim i vështirë, i lindur me sfida. Sylvester Stallone lindi më 6 korrik 1946 në New York, që në momentin e lindjes jeta nuk e priti me përqafim. Një komplikacion gjatë lindjes i dëmtuan nervat në fytyrë, duke i shkaktuar paralizë në pjesën e poshtme të fytyrës dhe në buzë, gjë që ndikoi në mënyrën se si ai fliste dhe shprehej. Ai do të përballej gjithë jetën me ngacmime për mënyrën e të folurit dhe për shprehjen e fytyrës. Prindërit e tij u ndan kur ai ishte shumë i vogël. Ai dhe vëllai i tij kaluan një pjesë të fëmijërisë në sistemin e përkujdesjes, shpesh të braktisur e të humbur mes institucioneve. Në shkollë nuk ishte nxënës i shkëlqyer. Ai kalonte nga një shkollë në tjetrën dhe e kishte të vështirë të përshtatej. Por pas gjithë këtij turbullimi, ai kishte një pasion të vetëm, aktrimin dhe tregimin e historive me shpirt. Ëndra që dukej qesharake, do bëhem aktor. Kur Sylvester u shpërngul në New York për të ndjekur ëndrrën e aktrimit, ai nuk kishte pothuajse asgjë. Flinte në stacione autobusësh ose në rrugë. Në një moment aq të vështirë, ai ishte aq i dëshpëruar sa që shiti qenin e tij, Butkus, shokun e vetëm besnik, për $40, sepse nuk kishte para as për ta ushqyer. Ai shkonte në audicione çdo ditë. Më shumë se 1000 refuzime. Gjithmonë i njëjti koment, nuk flet si aktor, ka pamje të çuditshme, nuk përshtatet në asnjë rol. Por ai nuk ndaloi. Sepse në mendjen e tij diçka i thoshte, nuk më duhet të përshtatem. Unë do të krijoj një rol që vetëm unë mund ta luaj. Dhe pikërisht kjo është ajo që bëri. Kur gjithçka ndryshoi, lindja e Rockyt, një ditë pas një ndeshjeje boksi ku pa legjendën Muhammad Ali, ai u frymëzua dhe u mbyll për 3 ditë rresht në një dhomë të vogël dhe shkroi një skenar, Rocky. Historia e një bokseri të panjohur që i jepet një shans i fundit për t'u bërë dikush. Ai shkoi te producentët me skenarin në dorë. Ata e lexuan dhe e adhuruan. I ofruan $350,000 për të blerë skenarin, një shumë që për Stallonen ishte një pasuri. Por kishte një kusht, ti nuk mund të luash rolin kryesor. Ai refuzoi, edhe pse ishte i uritur, pa para, pa shtëpi, ai nuk e shiti ëndrrën e tij. Ai tha, nëse nuk e luaj unë Rockyn, nuk e dua paratë. Ky është roli im. Kjo është jeta ime. Pas shumë përpjekjesh dhe këmbënguljes së tij, producentët pranuan të rrezikonin. Ai mori vetëm $35,000, por mori rolin e jetës. Dhe me ato para, ai bleu përsëri qenin e tij, për të cilin pronari i ri kërkoi $50,000 dhe një rol në film. Stallone pranoi pa u menduar. Triumfi i një të pamunduri. Kur Rocky doli në vitin 1976, askush nuk e priste atë sukses. Por publiku ra në dashuri me historinë. Jo vetëm se ishte një film për boksin, por sepse ishte një histori shprehëse. Ishte historia e çdo njeriu që ndihet i parëndësishëm, por ka një zemër që nuk dorëzohet. Ishte historia e vet Stallones. Filmi fitoi 3 çmime Oscar, përfshirë filmin më të mirë të vitit. Ai u nominua për aktorin më të mirë dhe karriera e tij shpërtheu. Por më e rëndësishmja, ai u bë dëshmia se ëndrat nuk janë për të guximshmit, por për të palodhurit. Rambo, legjenda, dhe më shumë se një aktor, pas suksesit të Rocky, ai krijoi edhe një tjetër figurë ikonike, John Rambo, një ish ushtar me plagë të thella emocionale dhe shpirt të trazuar. Rambo u bë një simbol i qëndresës dhe dhimbjes së padukshme. Stallone nuk ishte thjesht duke luajtur role, ai ishte duke treguar ndjenjat e tij të brendshme përmes tyre. Gjatë viteve, ai u përball sërish me kritika, me filma që dështuan, me ulje ngritje të pafundme. Por ai kur nuk u ndal së krijuari.
sepse për të suksesi nuk ishte famë apo para, ishte të mos dorëzohej kurrë. Mesazhi që ai na lë: ngrihu sa herë rrëzohesh, Sylvester Stallone nuk është thjesht një aktor. Ai është një dëshmi e gjallë se nuk ka rëndësi si lind, çfarë të ndodh, kush të përbuz, apo sa herë të refuzojnë, rëndësi ka sa herë ngrihesh. Rëndësi ka të besosh tek vetja edhe kur askush tjetër nuk beson. Në një nga fjalimet e tij më të famshme në Rocky Balboa, ai thotë: nuk ka rëndësi sa fort godet. Rëndësi ka sa fort mund të goditesh dhe të vazhdosh përpara. Kështu fitohet jeta. Disa mësime nga jeta e Stalloneit: mos shit kurrë ëndrrën tënde për komoditet të përkohshëm. Të gjithë do të dyshojnë te ti derisa të arrish. Pastaj do të duart trokasin. Nëse nuk ekziston një rol për ty, krijoje vetë. Është më e rëndësishme të mbash shpirtin gjallë se sa xhepat plot. Edhe një qen mund të jetë e vetmja dashuri që të mban në jetë, vetëm ata që nuk dorëzohen bëjnë historinë. Fundi i historisë, por fillimi i frymëzimit tënd. Nëse ndihesh i humbur, i refuzuar, i nënvlerësuar, mendo për Sylvester Stallone. Mendo për djalin që flinte në rrugë me një paralizë në fytyrë që e refuzuan 1000 herë, por që sot është një legjendë. Sepse nuk u ndal. Nuk e ndali as zëri i deformuar, as shikimet plot mëdyshje, as varfëria, as dhimbja. Ai vazhdoi. Edhe ti mundesh. Mos harro, historitë si e tij nuk lindin nga fati. Lindin nga forca për të vazhduar kur askush nuk të beson, përfshirë edhe vetveten.